Ky marshim simbolik i 4.000 klerikëve e mirë e qytetarëve shënoi mbylljen e konferencës ndërkombëtare Lutja e Paqes në Tiranë. Presidenti Bujar Nishani para klerikëve nga e gjithë bota e cilësoi vendin tonë shembull frymëzimi për paqe dhe harmoni, duke theksuar respektin që njerëzit ruajnë për besimet e ndryshme. Shqipëria është një shembull frymëzues, ndoshta dhe unik, ashtu siç shprehej i madhi Indro Montanelli, duke i ndjellur fjalët se kjo është toka ku Krishti dhe Muhameti ecin krah për krah. Marshimi i paqes u përshëndet edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Në mënyrë simbolike përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare mbollën një ulli, simbol i paqes. Pema e parë në parkun e ardhshëm të besimit, ku do të mbjellim çdo pemë të Biblës, Kuranit dhe çdo libri të shenjtë këtu në mes Tiranës. Ndërsa kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Anastasia Nulatos, theksoi në fjalët e tij se çdo dhunë në emër të festë dhunon besimin. Toleranca fetare dhe dialogu ishte kryefjala e takimit të 28 ndërkombëtar për paqen që këtë vit u mbajt në Tiranë.